A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e plot fuqishëm e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzuesi ynë është vetëm Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Paqja qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij fisnike, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë të drejtë. Besimtarë të nderuar, tema të cilën sot e kemi zgjedhur para jush është vlera e selamit. Në lidhje me këtë çështje, i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Afshu salama bainakum tahabbu." Shpërndani selam mes veti, do të duheni. Po fjala selamu aleikum, që është përshëndetje e banorëve të xhenetit, por edhe përshëndetje e njerëzve në tokë, do të thotë në gjuhën shqipe paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Kur ne pra na thuhet selamu aleikum si musliman, duhet t'ia kthejmë wa aleikum selam. Pra edhe mbi ju. Ne dim pra se në një rast treguhet se erdhi një njeri në xhami ku në Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe përshëndeti në xhami me selamu aleikum dhe ja ktheu një nga turma. Dhe të pranishmit pyetën ja Resulullah se a bën që të gjithë ja kthejmë apo mjafton njëri prej nesh? Tha mjafton njëri prej jush që ta kthej pra që ja kthej atë vlerën e që ka pra selam. Fjala selamu aleikum ka 10 sevape. Selamu aleikum wa rahmatullah 20 sevape. Selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh 30 sevape. Selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa magfiratu 40 sevape. Sa më shumë urime dhe mirësi që çon mbi krijesat e Zotit, Zoti xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu ta ngrit vlerën e sevapit dhe të shton të mirat. Kuptohet se pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, nëse doni mu dasht mes veti, tha shpërndani selam. Jepni selam. Dhe në surën Zumar Allahu tregon se banorët e xhenetit do të përshëndesin me selamu aleikum, do të hyjnë me selamu aleikum në xhenet. Mirë po, kur takojnë Allahun, Allahu xhalla shanuhu, pra që takohen robët dhe shohin Allahun xhalla shanuhu, lutja do të jetë Allahumma anta selam wa minka selam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. O Allah, ti je selami pra, wa minka selam dhe prej ti është selami paqja, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, ti je i lartë, i ndershmi, i madhëruar. Fjala selam vjen pe rënjes silm. Vetë fjala silm, për shembull Allahu thot në një ajet kuranor ud'u fi silmi kafa. Për shembull hyni në Islam plotësisht. Silm apo selam, selam do të thot paqe në shtrim bindje ndaj Allahut xhaleshan. Dhe kur njerëzit përshëndeten me selam aleikum, afrohen më shumë me njëri tjetrin dhe identifikohen si musliman. Pra kjo nuk është përshëndetje arabe, sikur disa që thonë përshëndetje arabe, ose më përshëndet arabisht, po kjo është përshëndetje internacionale që identifikohet një njeri si musliman. Për shembull, sikur të krishterët që kanë el nome del Dio del Spirito Santo, për shembull, siç e kanë ata për shembull Trinin, që Trinia në emrin Tatit, Birit, Shpiritit Shenjtë, që është për shembull, ajo është trini internacionale që njihen krishterët mes veti, ose haleluja që thonë, haleluja për shembull është gjuhë, nuk është shqip. Pra është internacionale, edhe kuptohen besimtarët protestantë ose të krishterë me këtë përshëndetje.
Kështu dhe muslimanët kanë pra selamu alaikum, që do të thotë paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, që është përshëndetje internacionale që njihen gjithë pra përshëndetjet, sikurse ilaçet që janë për shembull në farmaci, që janë në gjuhën latine apo në gjuhën angleze internacionale, janë disa ilaçe që e kanë një emërtues edhe me atë emërtues njihen gjithë botën, nuk kanë pra tjetër frekuencë për kthimi ose për kthim. Pra dhe fjala selam aleikum, normal gjuhën shqipe do thotë paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Mirë, po selam aleikum ka të vlerën e vet sepse ka zbrit në Kur'an këtë gjuhë origjinale dhe është mirë të përshëndetet këtë gjuhë përderisa është autenticiteti i saj, pra autentike e kësaj gjuhë. Prandaj originaliteti e ka atë rëndësinë e vet, duke mos ia mohuar vlerat gjuhës tonë bukur shqipe, e cila është gjuhë shumë e vjetër dhe u takon gjuhëve kuptohet indo-evropiane. Dhe pra ne duhet ta kuptojmë se vetë vlera, kur i thuhet dikujt selam aleikum, zbret Allahu një qetësi shpirtërore mbi robën edhe ato që përshëndet, po edhe ato të cilin ti e nderon me paqe. Pra, muslimani, njeriu besimtar, tregon para mosës dhe para njerëzve se është njeri i selamit, është njeri pra i paqes e jo i dhunës. Sepse në Islam nuk ka dhunë në fe. La ikraha fi din, thot Allahu në surën Al-Bekare. Në Islam, në selam, në paqe s'ka dhunë, s'ka gjasa me ekzistu dhuna. E ai i cili e keq përdor selamin dhe e keq përdor Islamin me bën luftra, me shkatrun tokë, Allahu ka mjava haram xhenetin edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër s'do të ketë kurrëherë hajër. Sepse Allahu thot Kur'an: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha", dhe mos shkatroni në tokë përderisa unë kam vënë pra rregulla. Dhe këto rregulla dhe këto parime na si besimtar duhet të përmbahen. Në xhami mjafton një herë thush selam aleikum, jo disa herë. Mjafton një person ta kthej aleikum selam, jo të bëhet zhurmë dhe të teprohet. Pastaj selami duhet të ketë atë modestim, duhet dish se si t'ja për selam. Pastaj kuptohet se na duhet i përshëndesim njerëzit kudo që shkojmë dhe kado që ecim me paqe, me mirësi, me dashuri. Sepse kjo fjalë ka peshën e vet dhe rëndësinë e vet si fjalë. Dhe na duhet i nderojmë njerëzit sepse edhe vetë jemi njerëz. Dhe vetë kemi nevojë me na nderu dikush. Edhe na duhet i nderojmë pra, ti nderojmë të tjerët. Vlera e selamit është shumë e madhe, ka sevape shumë mëdha. Pra vetëm një herë selam aleikum ka 10 sevape. Imagjinoni sa herë që na japim selam, sa herë na shtoheni sevapet. Imagjinoni pra në një herë në jetën e juaj dhe mendoni në një herë se ndoshta një selam që ja ke dhënë një njeriu të thjesht, bon vaki që ato 10 sevape të kanë shtu pe xhenemi, bon vaki që ato 10 sevape ta kanë shtu riskun në këtë botë, bon vaki që ato 10 sevape janë bën sebeb që më të shtu udhëzimi ty dhe familjes tënde. A e keni menduar pra në herë se veç një selam aleikum bon vaki një që ai 10 sevapsh je kanë gati në prag për me hinë në xhenem, e që ai 10 sevapsh ty të ka shtinë në xhenet. A e analizon në herë një matematikë islame. Pra, nëse përdorim këtu matematikën ose numrat, shifrat, bon vaki njeri për një gjë shumë të vogël hinë në xhenet. Për një gjë shumë të vogël mund të thonë në xhenem në një. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Dhe kush punon një punë të mirë që peshon sa grinca, kuft sa grinca atomit ose diç më e vogël se ajo, si përmendën në surën Yunus, që diç më e vogël se atomi kuptohet, është elektroni, neutroni, protoni, pra sa ajo zbërthehet. Pra një grimc në qoftë sa atomit ose më e vogël se ajo, me të vërtet ato ka me gjithë.
O kush punon një të keqe, prap atë do ta gjej. Allahu na ruaj. Prandaj të mirat i shlin këqijat. Njeri do të më bëj sa më shumë të mira me fitue pra shpërblimin e Allahut xhaleshanu. Me kanë të kënaqë krijesat, me kanë kënaqë mbi gjitha krijuesi, me kanë i kënaqur krijuesi me ty. Se kur është krijuesi i kënaqur me ty, atëherë gjitha realizohen. Kur nuk është krijuesi i kënaqur me ty, atëherë edhe me krijesat e Zotit s'ki me pas sjelljen e drejtë. Andaj të gjithë së bashku të synojnë kënaqësinë e Zotit me vepra të mira, sepse kështu edhe me krijesat e Zotit do të jemi në harmoni dhe në kompatibilitet, do të jemi edhe kompatibël, pra do të jemi të lidhur me njëri tjetrin dhe do të jemi të bashkuar më shumë se kur. E një ndër indikatorët dhe treguesit e afrimit drejt bashkimit është edhe selami. Kur ti nuk i jep muslimonit, ka thonë pejgamberi alayhis salam, zguxon muslimonin 3 ditë me najt pa fol me njëri tjetrin, ose pa i dhënë selam. Sot në xhamin tona fatkeqësisht, kur edhe jashtë xhamia, musliman që janë vinë një saf me ne, janë vinë sejdë me ne, ka për tyre si japin selam. Pse mund të kenë paragjykime? Kanë paragjykim ndaj dikujt. Atëherë këta mos vao kanë hyrë në gojbin e Allahut dhe dim shëtsin se unë a do t'jem për banorëve të xhenetit apo xhenemit, apo ti, apo ai tjetri, a do t'jem për banorëve të xhenetit apo xhenemit. Kush jeti me dhënë veti kompetenca se ky rob do t'jem xhenem me ky xhenet. Ky rob nuk e ka këtë sunet, ky rob nuk e ka këto, edhe ky ka me hin xhenem, unë e kam me hin xhenet. Kush jeti mos je fatorin ose kondukter, mos je ai portieri që vjen te stadiumi që shpërndan biletat për me hyrë në stadium, mos jeti ai portieri i dyrëve të xhenetit edhe të xhenemit, mos je ndonjë melajqe që Zoti ka dhënë inspirim vahi në uvela Zot falna. Kush jeti? Ti je njeri si gjithë njerëzit. Kështu që mos paragjykoni ndaj njerëzve, jo na thotë na ja shohim veprat aty. Ku e din ti për çfarë qëllimi bën ato vepra, ose ku e din ti cili është vizioni i atij njeriu apo qëllimi i atij njeriu. Kë nuk e din. Von vaki, pra vjen dita e gjykimit, ti në xhenem, ai në xhenem. Pra mos jepni prognoza dhe paracaktime, sepse inna lil hukmi illa lillah, gjykimi të kanë Allah. Andaj jepni selam të gjithë dhe nderoni të gjithë, sepse do të vjen një ditë që do të ai selam do të jetë shumë i çmuar dhe i hyrë për kapitanin e veprave të mira, do të jetë shumë me vlerë të madhe. Nëse Allahu xhaleshanu që të na falë ne ju dhe të gjithë. Pra kaq ishte kjo ligjëratë e shkurtër për ju. Dhe ju dua të gjithëve, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu shpërblet të gjithëve. Assalamu alaikum.